Egzon Berisha nga Autoriteti i Konkurrencës së Kosovës është me ne në studio për diskutuar lidhur me shqetësimet e ngritura muajve të fundit, por edhe së fundi edhe nga ky autoritet sa i përket dyshimeve për ngritje të çmimeve, sidomos në kohën e festave të fundvitit. Se për çfarë dyshime po flasim për keqpërdorim dhe abuzim me çmime, e cilat raste është duke jetuar ky autoritet. Të gjitha këto i diskutojmë në studio me Egzonin. Atëherë Egzon, mirëmbrëma dhe mirë se ke ardhur. Mirëmbrëma dhe mirë se u gjeta. Faleminderit shumë. Egzon, ka një kohë gjatë që shëtarët edhe ekspertët e ekonomisë vend kanë ngritur shqetësime për rritje të çmimeve të produkteve të ndryshme, por edhe të shërbimeve. A ka aktualisht ose cilat janë hetimet dhe mbikëqyrja ose monitorimi i autoritetit për ngritjen e çmimeve të produkteve? Po, në Autoritetin e Konkurrencës kemi pranuar ankesat të ndryshme nga qytetarët dhe shqetësime lidhur me ngritjen e çmimeve të produkteve, kryesisht produkteve të shportës bazike të konsumatorit. Në raport me ankesat e shumta të cilat neve na kanë ardhur, kemi filluar një monitorim të tregut, gjithashtu jena në një analizë më të thelluar të shportës bazike të konsumatorit për 21 artikuj të shportës bazë, e cila është një analizë voluminoze që përfshin 3 vitet e fundit. Po ashtu në tërësi gjatë vitit 2025 ka pas aktivitete të vazhdueshme nga pjesa e sekretariatit ku është bërë monitorimi tregjeve të ndryshme, janë bërë analiza të ndryshme lidhur me çmimet, abuzimin me pozitën dominuese apo praktikat e bashkërënduara të cilat kanë mundur potencialisht të dërgojnë deri tek fiksimi i çmimeve si pjesë e marrëveshjeve që ndërmarrjet mund të bëjnë në tregjet e tyre. Po, dhe flasim fillimisht për këto produktet për cilat ju keni nisur hetem. Për cilat produkte bazike po flasim edhe çfarë lëvizje të çmimeve keni parë deri më tani? Çka tregoni? Realisht ne jemi në një fazë të monitorimit të shportës bazike të konsumatorit. Jemi tek rrjeti i supermarketeve, do të thonë se baza kryesore e furnizimit të konsumatorëve fundor është në tërësi shporta bazike e konsumatorit, duke përfshirë vajrat ushqimore, bukun, mielin, detergjentët, pijet dhe elementet e tjera të shportës bazike të konsumatorit. Siç e potencova paraprakisht, jemi në një fazë të monitorimit dhënave, përpunimit tyre dhe analizës së tyre. E kemi vërejtje një rritje të çmimeve, domethënë diku rreth 5.5% të rritjes në tërësi të shportës bazike të konsumatorit. Kjo brenda çfarë periudhe? Kjo brenda periudhës nëntor 2024 me nëntor 2025, domethënë është në një rritje përjashtim 3 mujori i dytë i vitit 2025, domethënë periudha prej prillit deri në qershor, ku parafërsisht shënohet një ulje e vogël e çmimeve në të shportës bazike të konsumatorit. Domethënë indeksi tregon një ulje dikon afër 1.3%. Po, dhe kjo rritje tani për çfarë dyshime aktualisht janë duke u bërë këto monitorime dhe këto hetime? Konsideroni që mund të ketë një marrëveshje të fshehtë mes tregtarëve për ngritje çmimeve, është ngritje artificiale apo arsyeshme ose si duhet sqarohet? Aktualisht ne jemi duke bërë monitorimin e tregut. Dyshimet e para ne i kemi në rast se ka ndonjë marrëveshje të ndaluar për fiksim çmimeve që potencialisht mund të kenë çmime artificiale, domethënë të rritura në sinkron nga ndërmarrjet në nivelin horizontal të furnizimit. Gjithashtu do të pas parasysh edhe inflacionin e importuar, sidomos në vitet e fundit kemi pasur një numër të madh të inflacionit, shkaku edhe i numrit të madh apo deficitit tregtar që Kosova ka në raport me vendet e rajonit. Për shembull, pandemia, lufta në Ukrainë dhe Rusi ka bërë që shumica e çmimeve që importohen në Kosovë të shënojnë rritje që realisht kanë ndikuar edhe tek shporta bazike e konsumatorit. Megjithatë, e përmendët që ka dyshime edhe për marrëveshje, apo jo? Tash këto dyshime për marrëveshje mes cil tregtar apo në sa biznese mund të jetë e vërshirë këto marrëveshje? Në bazë të ligjit për mbrojtjen e konkurrencës, marrëveshjet bëhen duke pasur 40% të tregut në tregut gjeografik të territorit të Republikës së Kosovës një ndërmarrje apo në bazë të bashkimit të 2 apo më shumë kompanive që përbën mbi 60% të tregut. Në këtë rast ne jemi çdo ditë në terren me një aktivitet shtruar, sidomos gjatë kësaj jave dhe këtij muaji shkakove festave të fundvitit, ku jemi duke i marrë të dhënat nga çdo qytet dhe duke bërë krahasimin mes konkurrentëve të atij qyteti dhe ndërmarrjeve të cilat operojnë në qytete të ndryshme, domethënë për të parë se a ka diskrepanca të çmimit, a ka marrëveshje mes ndërmarrjeve apo potencialisht në qytete të caktuara ndonjë ndërmarrje ka fuqi ekonomike që ta diktojë tregun në mënyrë që të bëjë vullnetarisht rritjen e çmimeve artificiale dhe të keqpërdorur me pozitën dominuese. Po, dhe a keni vërejtur deri më tani që ka pozitë
dominuese të paktën në ndonjë qytet ose është e shtirë në gjithë Kosovën kjo? Në bazë të një analize që paraprakisht e kemi pasur, për fat mirë në Republikën e Kosovës asnjë ndërmarrje apo rrjet tregtar nuk ka pozitë dominuese, derisa çështjet e tjera janë duke u trajtuar nga Sekretariati i Autoritetit Konkurrencës. Po, dhe e përmendëm që rritja e këtyre produkteve është kryesisht prej produkteve që vijnë edhe nga importi, që që mund të jenë edhe si shkak inflacionit, për shkak se ne kemi parë rritje edhe te produktet që janë pjesë e prodhimit të Kosovës e që subvencionohen. Pra, a duket ndoshta kjo një anomali më e madhe kur produktet cilat subvencionohen nga shteti i Kosovës kanë pësuar rritje ose si sqarohet kjo? Po është e vërtet që ka dhe produkte që prodhohen në tregun kosovar e të cilat kanë shënuar një rritje. Kjo ndoshta është edhe si pasojë e rritjes së kostës bazë të tyre, në bazë dhënave që ne kemi arritë sigurojmë nga prodhuesit dhe nga furnizuesit e ndryshëm, shumica e produkteve bazë kanë pësuar rritje shkaku i rritjes së fuqisë punëtore, disa të tjera kanë pësuar rritje edhe shkaku i kostës së energjisë elektrike, si faktura apo komponentet kyçe të cilat kanë diktuar edhe çmimin e furnizimit. Po, dhe a janë këto arsyet mjaftueshme për autoritetin që të mos hetoj ose të mos ketë dyshime për manipulim dhe abuzim të çmimeve në këto raste apo jo? Po, autoritetin në çdo moment është në monitorim dhe në përpunimin e dhënave të cilat i ka. Unë po besoj që shumë shpejt ose në kvartalin e parë të vitit 2026 ne do të dalim me një analizë përfundimtare ku do t'i paraqesim edhe konkluzionet tona, po potencialisht mund të ketë edhe hetime ndaj ndërmarrjeve të cilat kanë mundur të abuzojnë me pozitën dominuese apo të kemë praktika të bashkërenduara në treg, ose thënë më mirë të gjitha ndërmarrjet të cilat e kanë shkelur ligjin për mbrojtjen e konkurrencës, autoriteti i konkurrencës do të veprojnë kuadër të mandatit të tij. Po, aktualisht autoriteti po thoni që është vetëm duke monitoruar tregun apo jo? Sa qytete deri më tani keni arritur ti mbuloni dhe a ka shumë dallime mes qyteteve të këtyre çmimeve ose cili është dallimi që e keni parë deri më tani? Po, mundem me thonë që deri në momentet kur po flasëm, autoriteti vetëm në këtë muaj ka bërë mbi 90% të monitorimit të tregut në tërë territorin e Republikës së Kosovës. Stafi ynë përkatësisht inspektorët tanë janë çdo ditë në terren nëpër qytete ndryshme, të ndarë në zona gjeografike. Aktualisht në bazë informatave të cilat i kemi nga terreni e që na duhet të rezervohemi për shkak të etikës profesionale, ka çmime të ndryshme në vende të ndryshme varet prej zonës ekonomike, fuqisë financiare, blerëse dhe tregut apo sektorit për cilën flasim. Po, dhe tani ekzempër për shembull nëse 1 litër çumsh kushton 30 cent dhe brenda një periudhe të caktuar kohore një rrjet i madh i marketeve lëshon ata në 90 cent. Tani a tregon kjo për abuzim me çmimin dhe çmim jo real të atij produkti dhe tendencë ndoshta që kur ka rritje të kërkesës të rritet edhe çmimi dhe pastaj kur ai produkt i ofrohet skadencës të ofrohet me çmim më të lira, po a keni raste të tilla që monitoroni dhe hetoni? Po, në kuadër të ligjit për mbrojtjen e konkurrencës, përkatësisht të pozitës dominuese, zakonisht trajtohet pozita gjeografike dhe shtrirja e saj apo pozita përqindja në treg që një ndërmarrje e caktuar e ka, dhe si e trajton atë pasi që potencialisht e ndërmarrje mundet me kanë në pozitë dominuese. Për shembull në raste të caktuara, rritja e çmimit të një produkti të azom qumshtit jo domosdoshmërisht përbën shkelje të ligjit për mbrojtjen e konkurrencës, përderisa ka diversifikim të çmimeve nga një market në tjetrin dhe ka zgjidhje për konsumatorët. Mirë po, bllokimi i linjave të furnizimit, kufizimi përkatësisht të furnizimit, caktimi i çmimeve në mënyrë të bashkërenduar, bllokimi i sasisë në stok, me tendencë të pritjes të rritjes çmimit, domethënë, mbas ligjit për mbrojtjen e konkurrencës janë sanksionueshme dhe posa autoriteti të gjenë raste të tilla, do të fillojë një hetim administrativ. Po, dhe a keni hasur deri më tani raste të tilla gjatë monitorimit tuaj në treg ajo? Deri më tani ka indicie, dhënat përfundimtare ende nuk i kemi përpunuar, mirë po në qytetet të caktuara vrehet një tendencë ku rrjeti i marketeve apo marketet e asoj zone kanë mundur të bëjnë një kufizim të tillë, për shembull i caktojnë marzhat e fitimit, i caktojnë çmimet e shitjes, i caktojnë furnizimet dhe e krijojnë një pozitë dominuese në atë territor që e pamundsojnë edhe konkurrencën e lirë, futjen e ndërmarrjeve të reja në atë treg. Kështu që të tillat do të trajtohen bazë ligjit për mbrojtje. Për cilat qytete po flasim, a mund të përmendim qytete apo
Po tash qytetet janë nga më të ndryshmet, kemi qytetet qendrave të mëdha, ta zonë siç është rajoni për shembull i Pejës ose vetë qytetet të vogla, sot ne posa u kthyem nga tereni, ishim në një aktivitet në rrjetin e marketeve në komunën e Hanit e Lezit, të Kaçanikut, dhe dhëna të tilla do të përpunohen nga sekretariati paraprakisht. Po, dhe kjo tendenca për të fiksuar çmimet produkte caktuara, për çfarë produkte po flasim tani? Po fokusin e kemi tek shporta bazike konsumatorit, si moci kryesor i fuqisë ekonomike të qytetarëve tonë, apo edhe indeksi i inflacionit në nivel të vendit. Brenda shportës bazike të konsumatorit nënkuptohet që përbëjnë produktet esenciale, siç ka qenë për shembull një aktivitet që e kemi pas në fillim të muajit qershor në raport me bukën kur pati një rritje. Çka treguan për shembull monitorimi dhe hetimi i çmimit të bukës, sepse deri në 60% tani ka arritur çmimi, 60% ka arritur çmimi i bukës, ndërkohë ky gjithashtu është subvencion që mbështetet nga shteti, apo jo, gruni mbështetet nga shteti. Realisht, sa i përket çmimit të bukës, kemi hasur në shumë qytete, ku çmimi i bukës ka ndryshuar në mënyrë të koordinuar brenda një periudhe një javore nga furra në furrë. Domethënë si furnizues të fundit për qytetarët. Aktualisht ne vetëm i kemi dhënë rekomandimet, konkluzionet tona sa i përket çështjes së sekretariatit, të cilat i kemi dërguar në Komisionin e Autoritetit të Konkurrencës për të filluar fazat e tjera të cilat janë në kompetencën e Komisionit Autoritetit. Po, dhe çka konkretisht keni kërkuar? Masa apo gjoba apo çfarë? Konkretisht fillohet me një procedurë hetimore që ne i themi konkluzion. Domethënë hapet konkluzioni për fillimin e hetimeve, analizohen faktet, shkaqet të cilat kanë çuar deri te rritja e çmimeve, arsyet sepse këto çmime janë të ngjashme në të gjitha furrat, për shembull të një territori apo zone gjeografike, dhe më pastaj përfundojnë faza e hetimeve që jo domosdoshmërisht mund të jetë edhe me gjop. Po, dhe nga ky monitorim cili ju ka rënë më shumë të në sy, cili për produkteve ka çmimin më të lartë ose çmimin më të fiksuar që u paraqitet pothuajse në gjitha rrjetet e këtyre marketeve që i monitoroni? Po, përveç bukës e cila ka pas një rritje në të gjithë territorin e Republikës së Kosovës, rritjet e tillë kanë pas edhe pemt veperimet, sidomos në kohën e fundit, po ashtu edhe gjërat e shportës bazike siç janë vaji ushqimor kanë pësuar një rritje të konsiderueshme në raport me vitin e kaluar, të cilat janë duke u monitoruar në vazhdimsi. Po, e përmendet që njëri prej faktorëve të cilat përmendet shpesh nga biznesi është edhe çështja e inflacionit. Po megjithatë tani kur ka rënje të inflacionit, a do duhet kjo të reflektojë edhe në çmime dhe a e keni parë që po reflektohet në çmime, sepse nuk duket që reflektohet, apo jo? Po në kushte normale, ulja e inflacionit do të përkthente edhe çmime më të ulta, realisht edhe një shport bazike më të ulët për qytetarët, shport konsumatorit. Ne kemi vërejtur një tendencë të rrëmjes çmimeve të shportës bazike në muajin qershor, muajin prill të këtij viti, mirë po me qenë se inflacioni kryesisht ka qenë një inflacion i importuar i cili nuk ka pas tendencë të rënjes, ka bërë që çmimet të jenë kryesisht në rritje. Po, dhe përmende këto dyshimet për marrëveshje mes tregtarëve. Tani sa të vështira janë zbulimi këtyre marrëveshjeve, identifikimi, marrë parasysh që nuk mund të kemi dokumente të shkruara kur arrin marrëveshje të tilla, apo jo? A paraqet sfidë kjo për autoritetin? Po kjo paraqet sfidë, sepse në shekullin që po jetojmë, pak ndërmarrje bëjnë marrëveshje të shkruar për fiksimin e çmimeve. Normal që procedurat tona administrative hetimore janë mjaft komplekse, domethënë duhen një trajtim pak më të veçantë, një afat kohor pak më të gjatë, mirë po ky bashkërëndimi i aktiviteteve cila potencialisht mund të ndodhë për ndërmarrjeve në një afat të ngjashëm kohor, me çmime të ngjashme, kur edhe kostet nuk janë të njëjta prej ndërmarrjes në ndërmarrjen, janë indicjet kryesore të cilat neve na shpin për fazat e hetimit. Po, dhe janë konsideroni mjaftueshëm fakte të arsyeshme për të vërtetuar që ka një marrëveshje të fshehtë? Po, në raste të caktuara, foleve procedurave që ne kemi në autoritet, bashkëpunojnë edhe disa ndërmarrje, të cilat hynë në një program që ne i themi programi i lehtësirave, të cilat vetë deklarohen se kanë pas marrëveshje, në marrëveshjen ani pse nuk ka qenë e shkruar, janë takuar
kanë diskutuar për çmimet, rritjen e tyre, formën se si do rritet, koha kur do të ndodhë ajo ngritje e çmimit, dhe të gjitha këto për neve janë fakte të cilat Dhe a kemi pasur kohëve të fundit zbulim të tilla të marrëveshjeve dhe cilat janë procedurat ligjore ose masa gjoba që duhet ndërmerren ndar këtyre ndërmarrjeve ose bizneseve? Kemi pas procedura, unë thash që më duhet të rezervohem shkoku i konfidencialitetit në hetime, mirë po kryesisht sektori i furrave ushqimore, thuajse në të gjitha qytetet, ka pasur raste të tilla. Më duhet të ceku se në autoritetin e konkurrencës ka lloje të ndryshme të tregjeve të cilat janë duke u monitoruar, ka procedura hetimore të cilat janë të hapura dhe ka një diversifikim të tregjeve, për shembull sektori i transportit në disa qytete ku operatorët i kanë caktuar çmimet në mënyrë të koordinuar. Telekomunikimet i kemi pas një aktivitet bukur të madh në viteve të fundit. A kemi pasur një vendim për përfundimin e hetimeve sa i përket kësaj pjesës së telekomunikimeve, për shkak se dim që ka pasur hetime për këtë pjesë? Tek pjesa e telekomunikimeve, siç kemi mundur ta shenjeve në faqen e konkurrencës, ka pasur hetime, fillim procedurave hetimore tek disa ndërmarrje të cilat e përbëjnë pjesën kryesore të tregut. Ato ndërmarrje të cilat ne i kemi futur në hetim në bazë të konkluzioneve janë thuajse në fazën finale dhe mund të them që në muajt në vazhdim, apo më mirë thënë gjatë vitit 2026 veç do të ketë një epilog përfundimtar lidhur me ato. Po, ndërka sa i përket transportuesve, çfarë dyshime ose çfarë procedura janë duke u hequr për këtë, sepse e kemi parë vazhdimsi që ka ngritje të çmimeve të transportit përkundër faktit që çmimi i naftës ndoshta nuk ka qenë edhe shumë i lartë gjatë gjithë kohës, apo jo? Po, këto janë tregje në farforme të gërshetuara. Fatmirësisht, përveç naftë, përkundër që të gjitha produktet kanë mësuar rritje, derivatet kohëve të fundit kanë mësuar një rënje të çmimit të tyre, që marrë për bazë si lëndë parë të transportit, do të përkthejë edhe në çmime më të ulta të biletave. Por kjo nuk ka ndodhur gjithmonë në treg, por arsye se në disa ndërmarrje apo linja të operatorëve ka pasur rritje të çmimit, sidomos kjo ka qenë në periudhën kur kanë filluar edhe aktivitetet e mësimit e tjera, sidomos në muajin shtator, domethënë kemi këtë vet, të cilat në mënyrë të koordinuar operatorët e tyre kanë bërë rritjen e çmimeve. Deri sa përqend ka shkuar kjo rritje dhe cilat qytete ose operatorët në cilat qytete kanë operuar për ta pasur pak një pasqyrë më të qartë? Jemi në fazën e përpunimit edhe më tutje dhënave, mirë po ne në komunën e Gjilanit kemi pas një intensifikim pak më të madh, për shkak se kemi pasur ankesa të shumta të qytetarëve në linjën e autobusave Prishtinë-Gjilan Vana Sjelltas, ku çmimi ka qenë i ngritur për 18 deri 20% për krejt ndërmarrjeve, thuajse në një interval kohor shumë gjashëm. Dhe çka tregojnë a ka hetime për çmimin e naftës, sepse pam një ditë më parë një vendim të ministrisë e cila caktoi përsëri çmimin për shkak se që çmimi i importuar i naftës nuk po korrespondon shumë shpesh edhe me çmimin që ipet pasaj ose shitet prej kompanive. Edhe sektori i naftës ka qenë njëri ndër sektorët që autoriteti i konkurrencës i ka kushtuar një trajtim të veçantë. Fatmirësisht, tregu i sektorit të derivateve thuajse është një treg i rregulluar, për shkak se Ministria e Tregtisë dhe Industrisë i vendos marshat mbi çmimet, qoftë furnizimet me pakica, po edhe me shumicë, mirë po në autoritetin e konkurrencës ka qenë një analizë filluar në vitin 2024 që është publikuar, me që rast ka rezultuar që asnjë ndërmarrje nuk e ka pozitën dominuese në mënyrë që ta abuzojë me to. Në treg ka diversifikim çmimeve të ndryshme, që nënkupton që nuk kanë bërë as shkelje të ligjit për mbrojtjen e konkurrencës përkatësisht në jenit 5 marrëveshjeve të ndryshme. Dhe nuk kemi as ngritje të çmimeve. Realisht mundemi me thonë që trendi ka qenë në rënje kohën e fundit së përket. Sidomos në rajonin Anamorovës, çmimet kanë qenë më të ulta se sa në territorin tjetër të Republikës Kosovës. Ndërkaq sa i përket çmimit të energjisë ose importit të energjisë, a ka hetime marrë parasysh kohëve të fundit nga parti të ndryshme janë ngritur shqetësime për monopolin e importit të energjisë? A ka hetime ose çfarë procedura po zhvillon autoriteti? Më duhet ta theksoj se në
Në tregjet ku ka regulator, autoriteti i konkurencës e luan një rol monitorues, këshillues në bazë të rekomandimeve apo mendimeve profesionale që i ofron. Në këtë rast të tregu i energjisë është zërëja ajo që është kompetencë të saj për caktimin e çmimeve apo tarifave. Më duhet të cekoj që autoriteti i konkurencës e ka një bashkëpunim të jashtëzakonshëm me zyrën e regulatorit të energjisë. Jemi në një analizë për vitin 2025 të çmimeve apo të tarifave të energjisë elektrike dhe besoj që do të dolim me një rekomandim për zyrën e regulatorit. Potencialisht çfarë mund të jetë rekomandime ose çka dërgojnë dhënat e mbledhura deri më tani? Ka një abuzim edhe aty apo çfarë? Meqenëse se është një sektor pak më i ndihshëm, dhe është një regulator, më duhet rezervohem sa i përket konkluzave përfundimtare që mund t'i ketë autoriteti, mirë po me theks të veçantë është duke analizuar pozitën dominuese që ndërmarrjet e kanë në tregun e energjisë elektrike. Po, pozitën dominuese, po i bjen në një farforme, po flasim për një monopol të disa kompanive që e kanë në Kosovë. Që potencialisht mund t'a ketë. Po, a mund të flasim me emra për kompani, sepse edhe shfolur me emra? Me qenë se janë një procedurë të monitorimit të dhonave, më duhet rezervohen për shkak që edhe goodwill i kompanive potencialisht mund të dëmtohet nëse na në këtë fazë shfaqim. Po, Exxon e përmendëm disa prej shërbime, a ka të shërbime tjera në cilat autoriteti është duke i monitoruar ose ka par dëshime për abuzime ose kesh përdorime me çmime apo monopol apo pozitë dominuese apo përqendrim? Po me qenë se viteve të fundit fokusi kryesor ka qenë tek rritja e çmimit të shportës bazike, mundem të thonë që bukur një kohë e madhe dhe kapacitete dhe njerëzore të autoritetit janë fokusuar në monitorimin e shportës bazike të konsumatorit. Ka analiza të vazhdueshme, analiza që ne i quajmë sektoriale, të cilat janë tek qeliku, tek gruri dhe mielli, tek derivatet që potencova. Aktualisht jemi edhe në një analizë tregut kerozinës, që e kemi si lloj produktit veçantë i cili importohet në Kosovë, që vetëm një ndërmarrje apo operator ekonomik e bën furnizimin e saj. Po, si ka nisur monitorimi i kerozinës tani dhe me çfarë dyshime kanë ardhur? Monitorimin e kerozinës e kemi nisë në një procedurë ex officio, sipas detyrës zyrtare, duke u bazuar në të drejtën e analizave sektoriale që i kemi çdo vit, e kemi parë të arsyeshme që të analizohet edhe çështja e kerozinës si një ndër produktet bazike tek çmimet e biletave. Dhe a është rritur edhe numri raportimeve të shqiptarëve të cilët po ankohen lidhur me keqpërdorimin, abuzimin me çmime, sa ankesa pranohen brenda një dite nga autoriteti dhe në sa përqind rasteve autoriteti mund të nisë një hetim bazuar në këto ankesa? Fatmirësisht, ndoshta kjo edhe shkaku i avokimeve të shumta që janë bërë viteve të fundit, sidomos gjatë vitit 2024 dhe 2025, qytetarët e Republikës Kosovës pothuajse çdo ditë dërgojnë shqetësimet e tyre, pretendimet e tyre lidhur me çmimet, me abuzimin me çmime, të cilat më pas trajtohen në autoritetin e konkurrencës. Jo domosdoshmërisht çdo ankesë që vije në autoritetin e konkurrencës bie në domenën e mandatit ligjit tonë, mirë po në bazë të mandatit që kemi bashkëpunimit ndërinstitucional, zakonisht këto kërkesa apo shqetësime, ankesa të cilat vijnë ekspandohen, mbarten tek institucionet përkatëse, qoftë tek Ministria e Tregtisë, tek administratat atimore, apo ve regulatorë të ndryshme, kurse ato që bien në domenin e ligjit tonë trajtohen me konfidencialitet të plot, në bazë të praktikave, në bazë ligjeve dhe rregulloreve. Dhe aktualisht sa inspektor janë në terren për të monitoruar këto çështjen e çmimeve? Aktualisht jemi kapacitetet e plota në terren, të ndarë në grupe të ndryshme kryesisht nga 12. Në tërësi autoriteti i konkurrencës i ka dikun 14 inspektor të cilën baza ditore çdo ditë janë në terren për monitorimin e çmimeve. Po, dhe konsideroni që është numri mjaftueshëm inspektorë marrë parasysh numrin e madh të rrjetit supermarketeve të vogla, të mëdha, bizneseve të ndryshme që operojnë në Kosovë? Realisht autoriteti i konkurrencës ka nevojë edhe për
një numër, kisha me thonë dyfishimin e numrit inspektorëve në mënyrë që ta mbuloj të gjithë tregun e Republikës Kosovës në një afat sa më të shkurt, në mënyrë që edhe procedurat administrative, monitorimet, hulumtimet të zgjasin sa më shkurt dhe të jepet një epilog ankesave qytetare apo detyrave ex officio që ne kemi. Po, dhe Ekzones, flasim pak për mënyrën se si merren vendimet pasaj për gjobitje, nisjen e hetimeve dhe përfundimin e rasteve. Pas hetimit ose monitorimit të një tregu dhe përfundimit raportit, cili është vendimi, si mund të merret vendimi për gjobitje në një biznesi ose nisjen e hetimeve, cilat janë procedurat brenda autoritetit? Sekretariati i Autoritetit Konkurrencës ka dy departamente. Departamentin e mbikëqyrjes tregut dhe departamentin e administratës. Të siguruara nga rregullatorët apo edhe në bazë të mediave të shkruara, përbëjnë shkelje ligjit për mbrojtjen e konkurrencës, fillohet me një propozim vendim, në bazë të cilit dhe një konkluzion, në bazë të cilit i propozohet Komisionit të Autoritetit të Konkurrencës fillimi i procedurës hetimore të ndërmarrjeve të cilat kanë bërë, supozohet se kanë bërë shkelje të ligjit për mbrojtjen e konkurrencës. Dhe aktualisht është në përbërje të plot komisioni për të marrë vendime të tilla dhe cili ka qenë vendimi i fundit i komisionit? Jo, e dini që Autoriteti i Konkurrencës, Komisioni i Autoritetit të Konkurrencës është organ kolegjial i përbërë nga 50 trupa të cilët zgjidhen nga Kuvendi i Republikës së Kosovës. Aktualisht Autoriteti i Konkurrencës i ka vetëm 3 anëtarë në komisionin e saj. Po, dhe apo i bjen që nuk ka vendimare, nuk mund të ketë vendimare me këta 3 anëtarë? Realisht është një shumicë e thjeshtë e cila mund të merr vendime lidhur me sankcionet. Po, a mund të ketë edhe vendime për hapjet hetimeve, apo jo? Po, mund të ketë A kemi pas raste kur ka nisur hetime përmes kësaj përbërje? Rastin e fundit kur ne kemi pas një procedurë hetimore e cila ka përfunduar me një gjobë ndaj ndërmarrjes hidroekonomike e Belepenci është në fillim të vitit 2025, por derisa çështjet e tjera sa i përket komisionit, meqense përndhënës është Kuvendi i Republikës së Kosovës, ata mbojnë përgjegjësi, domethënë para Kuvendit të Republikës së Kosovës për mënyrën e funksionimit tyre. Ka pasur disa opinione të Agjencionit kundër korrupsion lidhur me disa konflikte të interesit, të cilat në disa raste edhe kanë ngatësuar punën në Autoritetin e Konkurrencës, meqense të gjitha vendimet e sekretariatit i nënshtrohen aprovimit të komisionit. Kjo pasaj mund të themi që e sfidon edhe punën tuaj në terren dhe analizat, konkluzionet që nxirren nga ana juaj e duhet kalojnë përmes komisionit? Po e sfidon, mos të madhe e sfidon, për shkak se gjithë puna jonë në fund miratohet, nëse mund ta quajmë ashtu, në komision. Po, a ka shumë raporte të cilat po presim miratimin e komisionit? Kemi një numër bukur të madh të raporteve të cilat pe presim në mahon aprovimin e komisionit. Sa raporta mund të asim me shifra, sa raporte po presim? Po tash i kemi në bazë të tregjeve ndryshme, edhe në bazë të divizioneve ndryshme. Saktësisht me vete nuk kam dhëna se sa është numri i procedurave hetimore të cilat janë trajtuar nga Autoriteti i Konkurrencës dhe janë bortur te komisioni për vendimarrje, mirë po është një numër bukur i madh. Atëherë Ekzon, falenderoj shumë që ishe sot. Faleminderit edhe juve. Faleminderit shumë. Ka qenë Ekzon Berisha nga Autoriteti i Konkurrencës, me cilin folim kryesisht për